Të nderuar dhe të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, në të Krishterë Ortodoks kemi hyrë në të premten e madhe. Në këtë ditë të madhe ku ne të Krishterë Ortodoks kujtojmë dhe përjetojmë kryqëzimin e Zotit ton Isu Krisht. Sa që dëgjojmë të flitet për kryqin, menjëherë mendja na shkon te Krishti i kryqëzuar në Golgotha. Do të dimë se kryqi si një simbol është shumë i lashtë, një simbol pagan, i përkushtuar diellit, por si një mjet tortura u përdor nga persët, të cilët sunduan botën në vitet 550-330 para Krishtit. Ata pra persët quheshin për një sjellje njerëzore dhe i dënonin armiqtë e tyre me vdekje të frikshme, duke lidhur duart e tyre në tradhe, duke i varur jashtë në natyrë, në formë kryqi pra, dhe kështu i linin të vdisin nga asfiksia dhe përballë kushteve atmosferike. Më vonë këtë mjet torture e morën dhe romakët, që siç dim dhe sipas një legjende, Roma është themeluar në vitin 753 para Krishtit dhe përfundoi pushteti i saj në vitin 476 pas Krishtit. Perandoria romake sundoi gjithë Mesdheun dhe ishte një perandori që sundoi me hekur, pra me anë të shpatës. Dhe ata morën edhe kryqin si një mjet torture për armiqt e tyre. Por ndryshe nga persët, mund të themi në thonjza se romakët të treguan pak më njerëzor, sepse ata i gozhdonin armiqtë e tyre në kryq, duart dhe këmbët e tyre, kjo bënte që ata të vdisin më shpejt në kryq, madje kishte raste që për ta shpejtuar vdekjen ju thynin kërcit e këmbëve të kryqëzuarve dhe ata rrëzoheshin, si them, dhe vdisnin nga asfiksia, pra ngushtoi kafazi i krarorit dhe nuk merrin dot frym dhe kështu vdisin nga asfiksia. Vdekja në kryq ishte caktuar nga romakët vetëm për skleverit dhe jo për shtetasit romak. Pra ishte një vdekje e dhimbshme, e turpshme, fyese, kurse për shtetasit romak dënimi kapital ishte me prerje koke, pra në një farë mënyrë një vdekje më dinjitose. Edhe vetë Zotin tonë Isu Krisht, mbretin e judenjve ose Mesian, e dënuan të vdiste në kryq në këtë mënyrë njerëzore dhe fyese në moshën 33 vjeç në vitin 786 pas krijimit të Romës. Pavarësisht nga vendimi që u mor për kryqëzimin e Krishtit, ai nuk e meritonte vdekjen, sepse nuk kishte bërë asnjë faj. Këtë dëshmojnë dhe armiqtë e Krishtit judejnë, të cilët e akuzuan tek autoritetet. Për shembull, si e lexojmë tek Ungjilli sipas Johanit, judejt u përgjigjen duke thënë: "Ne nuk të vrasim me gur për asnjë vepër të keqe, por për blasfemi, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten perëndi." Ungjilli sipas Johanit kapitulli 10 vargu 33. Por edhe mbreti vasal i Romës Herodi, po ashtu dhe guvernatori i Romës Ponti Pilati, i cili në një farë mënyre ishte ai që dekretoi kryqëzimin e Krishtit, edhe ata nuk gjetën asnjë faj për Krishtin. Madje vetë Ponti Pilat i thot judejve, kryepriftërinjve dhe priftërinjve të cilët e çuan Krishtin në pretorje: "Ju më prodhtu një njeri të siçoroditës të popullit, dhe ja unë pas jetova para jush nuk gjeta tek ai asnjë faj, për cilën ju e padisni. Dhe as Herodi, sepse na ktheu përsëri tek ne, në fakt ai s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen." Kjo gjendet tek Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 23, vargjet 14 dhe 15. Por del një pyetje: pse Krishti duhej të vdiste i kryqëzuar? Vetë Zoti Jezu Krisht i mësonte dishepujt e vet dhe u thoshte atyre: "E dini që pas 2 ditës është Pashka dhe Biri i njeriu tradhohet për tu kryqëzuar." E kemi të Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 26, vargu 2. Kryqëzimi i Krishtit fshe brenda një mister të madh, të cilët është e nevojshme që çdo njeri që jeton në këtë jetë të përkohshme duhet ta mësojë. Njerëzit, si një qenie jo vetëm fizike, por edhe mendore, duhet të arsyetojnë se asgjë e krijuar nuk vjen nga asgjëja, por është pasojë e një shkaku. Shkaku primar i krijimit duhet të jetë përtej çdo gjëje të krijuar dhe përtej vetë njeriu, i cili gjendet si i krijuar brenda krijesës. Ky shkak primar duhet të jetë patjetër një qenie super inteligjente, e gjithëpushtetshme dhe e pavarur dhe jashtë krijimit.
Dhe pavarësisht nga emra ndryshe që mund t'i bëjnë njerëzit kësaj qenie, në thelb quhet Perëndi dhe krijues, Zot, zotërues. Në krishtërim kjo qenie hyjnore, trascendente dhe imanente, e palëndshme, e përjetshme, pa fillim dhe pa mbarim, e panzën, e pa kufizuar nga asgjë e krijuar, e kudondodhur, e pandryshueshme, e tërfuqishme, e gjithditur, e shenjtë, e drejtë, e gjithmirë, është në 3 persona ose hipostaza. Pra, Ati pa fillim, Fjala, Biri i lindur prej Atit përpara gjithë jetëve dhe Shpirti i Shenjtë që buron prej Atit me një burim të përjetshëm ose ndryshe emërtohet Trinia e Shenjtë. Sipas doktrinës së krishterë, Ati Perëndi krijoi të gjitha gjërat me anë të Birit, fjalës së Tij dhe me anë të Shpirtit të Shenjtë që përmbush krijesat me formjete. Nga gjitha krijesat toksore, ai rezervoi mëshirë të veçantë dhe përkujdesje për racën njerëzore. Njeriu, ndryshe nga kafshët, u krijua me shpirt të arsyeshëm sipas ikonës së fjalës, Birit, që është ikona e pakrijuar e Atit Perëndi. Njeriu u krijua i lirë dhe për të përmbushur lirin e tij, ju dha një ligj i thjeshtë dhe natyror. Ha lirisht nga çdo pemë dhe mos ha nga pema e të mirës dhe të keqes, se me siguri ke për të vdekur. Njeriu fatkeqësisht e keq përdori lirinë duke u gënjur prej djallit, pra një kryqëzit të rënë, hëngri frutin e ndaluar duke marrë mbi vete mallkimin e pemës së të mirës dhe të keqes, dhe duke sjellë vetes së tij dhe gjithë njerëzimit mëkatin si pasojë e vdekjes. Në këtë situatë, njerëzimi e kishte të pamundur të shpëtonte me fuqinë e tij nga mallkimi dhe pasojat e mëkatit që janë vdekje e shpirtit në had, bota e të vdekurve dhe e trupit që shkon në varr. Mëkati do dim se është një borxh që nuk mund të lahet vetëm me gjak, ashtu siç na thuhet tek libri i Levitikut, sepse jeta e mishit është një gjak. Prandaj u ka morduruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen për fajt për jetën. Pra kemi tek libri i Levitikut, kapitulli 17, vargu 11. Këtu nuk duhet bëhet fjalë për gjak kafshësh, por për gjak të pastër njerëzor, të cilin njeriu nga vetvetja nuk mund ta kishte sepse të gjithë lindin me mëkatin stërgjyshor, pra fillestar të Adamit, ashtu siç thuhet në mëkat më lindin në Naime tek Psalmi 50. Prandaj një nga këto të dyja duhet të bëjë, ose njeriu të mbetej përjet mëkatar, i mallkuar, duke bërë gjithnjë e më shumë i ngjashëm me djallin, dhe përjetësisht i ndar nga Perëndia, ose vetë Perëndia që e krijoi njeriu do të donte ta shpëtonte atë. Por si duhet të bëj kjo? Sepse vërtet në thelb të esencës hyjnore, Perëndia është dashuri që kërkon të falë dhe të shpëtojë njeriu. Por shenjtëria dhe drejtësia e Perëndisë kërkon dëshkimin e mëkatit dhe të mëkatarit. Askush tjetër, as angjëll, as njeri nuk mund ta bënte këtë lloj shpëtimi. Pra që të merrte mbi vete mëkatet e njerëzve dhe të pësonte për mëkatet e njerëzve. Njeriu nuk mund ta bënte nga vetja e tij, sepse thamë që njeriu ishte mëkatar, por edhe ëngjëjt janë krijesa të Perëndisë dhe ato nuk kanë aftësi për të shpëtuar një krijesë tjetër. Por përveç fjalës së Birit të Perëndisë, që siç tham vetë njeriu krijua sipas ikonës së fjalës, pra veç ai mund ta bënte këtë. Sepse vetë Biri dhe fjala e Perëndisë ishte i aftë që të restauronte ikonën e prishur të njeriut. Fjala dhe Biri i Perëndisë bashkojnë në veten e tij dashurinë dhe drejtsinë e Perëndisë, duke ofruar gjakun e tij si shpagim për mëkatet tona, duke sakrifikuar jetën me vdekjen vullnetare në kryq. Për këtë ai mori trup të vdekshëm si trupi ynë, por pa mëkat, sepse lindi si biri i njeriut, Isu Krishti, nga një vigjeresh e papërlyer dhe pa farë buri, dhe kjo bë nga vullneti i Atit me anë të Shpirtit të Shenjtë. Kështu dhe ai, Krishti, ju dorëzua vdekjes dhe dorëzoi trupin që kishte marrë, si një ofertë të barazvlefshme dhe sakrificë të panjollshme. Ai arriti ta zhdukte vdekjen që i kanose vëllezërët e tij njerëzor, ashtu siç thotë dhe apostulli Pavli. Sepse i duhej atij, për cilën dhe nëpërmjet të cilit janë të gjitha, duke çuar shumë bijnë në lavdi,
ta bënte të përsosur me anë të vuajtjeve realizuesin e shpëtimit të tyre, sepse ai që shenjtëron dhe ata që shenjtërohen janë të gjithë prej njërit. Prandaj nuk turprohet të quaj vëllezër. Kemi tek letra e Apostullit Pavlit drejtuar Hebrejve, kapitulli 2, vargu 8 deri në vargu 11. Shën Athanasi i Aleksandris, që ka jetuar në shekullin e 3, në librin Mishërimi i fjalës thotë: nëse çdo njeri i ndershëm dëshiron të di pse Zoti e vuajti vdekjen në kryq dhe jo në ndonjë formë tjetër, ne i përgjigjemi kështu: asnjë formë tjetër nuk ishte kaq e vlefshme për ne, sepse Zoti afroi atë vdekje që ishte më e mira për hirin tonë. Ai erdhi për të mbajtur mbi vete mallkimin tonë. Ndaj si mund të bëjmë mallkim përveç se duke pranuar vdekjen e mallkuar? Dhe kjo vdekje ishte kryqi, sepse është shkruar: i mallkuar është kushdo që varet në dru. Vdekja e Zotit ishte shpengim që të paguaj për të gjithë, me anë të cilit muri i ndarjes, shëmbet dhe paganët thirren. Si do të na thërrisë ai nëse nuk do të kryqëzohej? Kur e dim që është pikërisht kryqi vendi ku njeriu vdes me krah të shtrirë gjere gjatë. Dhe njëherë shohim se sa e denjësh vdekja e tij dhe krahët e tij të shtrirë. Me njërin ai afronte pranë vetes popullin e tij të lashtë, kurse me tjetrin tërë paganët, duke bashkuar të dy palët pranë vetes tij. Kështu ai paratha formën e vdekjes së tij shpenguese. Dhe unë, kur të jem ngritur nga toka lart, do t'i tërheq të tërë tek unë. Ai që mbajti në trupin e tij në atë trup që ai i afroi vdekjes për gjithë ne dhe që më pas me anë të tij shtroi udhën drejt qiellit. Pra, këto janë fjalët e Shën Athanasit Madh për na treguar pse Krishti gjeti këtë mënyrë për të vdekur për mëkatet e njerëzve. Patjetër që duket një mënyrë e dhimbshme, por edhe fyese dhe mallkuar. Por vetë Krishti erdhi për të marrë mbi vete mëkatet tona. Pra ai që ishte drejtësia e Perëndis u bë mëkat për ne që neve të bëhemi drejtësia e Perëndis me anë të vuajtjeve dhe pësimeve të Krishtit. Por të dashur të krishterë, sa herë që e shikojmë Krishtin kryqëzuar dhe aq më tepër në të premten e madhe kur Krishti vendoset i kryqëzuar në mes të kishës, gjithmonë na del një pyetje: kush e kryqëzoi Krishtin? Kush e bëri këtë krimin më të madh që është bërë në botë, duke u dënuar njeriu më i pamëkatshëm, më i pafajshëm. Por jo vetëm njeriu, por biri i Perëndis bër bir njeriu. Pra, pyetja kush e kryqëzoi Krishtin është një pyetje tjetër e rëndësishme si ajo e mëparshme, pse Krishti duhet kryqëzohej, dhe mendja menjëherë do të na shkojë ne tek judejt mosmenjorës dhe tek krerët e tyre, prifterinë të cilët nga smira, siç ishte Kajfa, Ana, ose pushtetarët e kohës si Herodi Gjakpirës dhe Pilati i padrejt së bashku me ushtarët romanë, që këta pra ishin autorët dhe shkaktarët e kryqëzimit të Krishtit. Por meqense Krishti mori gjithë natyrën njerëzore në veten e tij, duke vuajtur vullnetarisht në kryq për shpengimin e mëkateve të gjithë njerëzimit në çdo kohë, kështu atë e kryqëzuan të gjithë njerëzit. Ja më hollësisht, Krishti u sha nga neve sepse ne na pëlqen të na bëjnë lajka. U pështy sepse ne na pëlqejnë deret. U torturua nga që u skllavëruam në kënaqësitë e trupit. Mbreti i qiellit dhe e dheut u kurrëzua me gjëmba, shpreh krenarisë son dhe mallkimin që mori bota nga mëkati i njeriu, ashtu siç u tha dhe në Eden. Dhe toka do të jetë e mallkuar, ai do të prodhojë gjëmba dhe bim gjëmbor. Ai që vesh qiellin me re pranoi rrobën e kuqe të talljes, sepse mëkatet tona janë vërtet njolla, ose si thuhet edhe tek profeti Isaia. Sikur mëkatet tuaja të jenë të kuqe si gjaku, do të bëhen të bardha si bora. Ai që sundon gjithësinë me skeptër të fuqishëm, mbar në dorë kallamin, simbolin e egoizmit dhe dobësisë tonë. Shfaqet me duar të lidhura, simboli i rebelimit tonë që nuk e lejon Perëndin të na përqafojë e të na ndihmojë. Shfaqet me trupin me plagë për shkak të vuajtjeve që pranoi për të shtyrë mëkatet dhe pasionet tona rinore. Piu, vrer, nga që u slllavëruam në kënaqësitë e shijes. Heshta ja shpoi zemrën, nga ku doli gjak dhe ujë për të shëruar urrëtitjen e zemrës tonë. Ai që ishte bekim, shfaqet i gozhduar në drurin e kryqit duke mbajtur likësitë dhe inatet e njerëzve, por dhe mallkimin e Perëndis për mëkatet tona.
Krishti duke marrë vullnetarisht mbi vete mallkimin, egoizmin, krenarin, rebelimin, paullsin, tradhtin, kurvërin, perversionin, lakmin, që ishte idhujtari, ai na dha mundësinë e shpëtimit. Për gjitha këto bamirësi hyjnore kishte folur edhe profeti Isaia 700 vjet përpara Krishtit. Ja çfarë thot profeti Isaia në lidhje me shërbëtorin e përulur, dhe ky shërbëtor i përulur është Isu Krishti. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhëmbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para cilës fshihet fytyra, ishte i përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhimbjet tona, por ne e konsideruam të goditur, u shtyp për paullsitë tona. Dëshkimi për cilën kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të plagëve të tij ne jemi të shëruar. Të gjithë endeshim si dele, secili ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e gjithë neve. I keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen, si një qenj që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur para atyre që e qetin, nuk e hapi gojen. Por i pëlqeu Zotit të arrinte dhe ta bënte të vuante. Duke afruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarsi në duart e tij. Shërbëtori im do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paullësitë e tyre. Pra shikoni se sa qartë ka folur profeti Isaia, pra në shekullin 7 para Krishtit, këto profeci që gjenden te kapitulli 53 vargu 3 dhe 11 tek libri i profetit Isaia. Johani, nxënësi i dashur i Krishtit, i cili i pa deri në fund flijimin e Krishtit në kryq thotë: ai është shlyesi për mëkatet tona, jo vetëm tonat, por dhe për ato të gjithë botës. E kemi tek letra e ungjillorit Johan, kapitulli i parë, vargu 23. Këtë të vërtet të madhe në mënyrë të thjeshtë dhe shumë origjinale u mësonte njerëzve një murg i thjeshtë, i cili u ndante atyre medalione, po në një krah kishte Krishtin e kryqëzuar me pyetjen: kush e kryqëzoi Krishtin? Dhe kur e kthei medalionin nga krahu tjetër, shikoi një pasqyrë, dhe në atë pasqyrë pasqyroi fytyra e atij që kishte marrë medalionin, dhe kjo ishte përgjigja e pyetjes: kush e kryqëzoi Krishtin? Patjetër që Krishtin e kryqëzoi secili prej nesh. Krishti në kryq është treguesi më unikal i dashurisë së Perëndisë për njeriu, dhe pse ne njerëzit nuk e meritojmë, sepse jemi mëkatar dhe armiq të Perëndisë. Por Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër, pra, duke qenë tashmë të shfaqsuar në gjakun e tij, do shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij, na thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargu 8 deri në vargun 10. Krishti në kryq thoshte: o atë, fali ata se nuk dinë se ç'bëjnë. Tek Ungjilli sipas Lukait na thon këto fjalë, kapitulli 23 vargu 34. Dhe ai e vërtetoi këtë me falen që u dha atyre ushtarëve që e kryqëzuan, por u penduan, ashtu siç na thuhet tek Ungjilli sipas Mateut, tani centurioni dhe ata që ishin bashkë me të dhe ruanin Isuin, kur pan tërmetin dhe ngjarjet e tjera, u trembë më shumë dhe thanë: me të vërtet ky ishte biri i Perëndisë. Krishti fali hajdutin e kryqëzuar në të djathtë e tij, i cili u pendua për mëkatet e tij dhe thiri: Zot, kujtom për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Atëherë Isui i tha: me të vërtet po them, sot do të jesh me mua në parajs. Krishti fali Saulin, Pavlin, i cili nga padia luftonte udhën e krishterë dhe vetë krishterët, por kur e kuptoi se kush ishte Krishti dhe vlera e kryqëzimit të tij, ai thiri: sa për mua, nuk do ndodh kur që të mburem me tjetër gjë, veçse me kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për cilën bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Kto apostulli Pavli ka thënë në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu 14. Krishti fali në breza me miliona njerëz që u penduan dhe i besuan si Zotin, shpëtimtarin e tyre, dhe falendëruan për dashurinë e tij flijuese në kryq për shpëtimin e tyre. Fatkeqësisht, armiqtë e papenduar përfunduan keq. Për shembull, kur priftrin Kajfa dhe Ana, të cilën nuk u penduan, por vazhduan për ndjekjen ndaj krishterëve, apostujve, u përpin nga toka për së gjalli. Herodi vdiq i goditur nga një angjëll dhe trupin një hëngrën krimbat.
Pilati u burgos në Rom nga Tiber Cezari dhe u vra me një hesht në sy. Edhe u den banorët e Jeruzalemit, të cilët ishin dakord për kryqëzimin e Krishtit dhe thrisnin për të kryqëzohej dhe nuk u penduan. Perëndia duroi që ata të ktheshin pendim, por ku nuk u penduan në vitet 70 pas Krishtit, ne dimë se legionet romake të udhëhequra nga generali Titus e shkatruan Jeruzalemin me zjarr dhe me mira judej u vran. Shumë u quan si sklever dhe për 2000 vjet Izraeli nuk ekzistoi më si një komb. Por dhe shumë të tjerë në çdo komb dhe në çdo kohë që urrejnë dhe luftojnë pa shkak Krishtin, përfunduan tragjikisht me vdekjen e tyre të merituar për shkak të mëkateve tyre. Krishti i kishte paralajmëruar, prandaj ju thash, ju do vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë jam Zoti, ju do vdisni në mëkatet tuaja. E kemi tek Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 8, vargu 24. Dhe apostulli Pavli thot, sepse shumë nga ata të cilët ju kanë folur shpesh, edhe tani po e them duke qartë, esin si armiq të kryqit të Krishtit. Të dashur të krishterë, Krishti nuk mbeti i vdekur në varr, ashtu si të gjithë njerëzit, edhe mbretërit e mëdhenj dhe çdo njeri tjetër që largjum në historinë e njerëzit. Por Krishti u ngjall pas 3 ditësh, duke e mundur vdekjen me vdekje, duke bërë i pari i të gjallëve. Varri i Bosh, që është në Jeruzalem dhe nderohet dhe sot edhe kësaj dite, është fakt i pakundërshtueshëm sa i u ngjall. Ai si Zot dhe njeri dhe shpëtimtari njerëzve premtoi se do të vi përsëri të gjykojë në ditën e fundit të gjithë njerëzit, dhe ata që kanë vdekur, sepse të gjithë do të ngjallen dhe do të paraqiten para tij, të gjithë kombet për të gjykuar, sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha Birit, të gjithë nderojnë Birin ashtu siç nderojnë edhe Atin. Kush nuk nderon Birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. Prandaj, nëse do të qëndrojmë sot në këtë të premte të madhe përpara të kryqëzuarit dhe do t'i bëni pyetjes se pse u kryqëzove dhe kush të kryqëzoi, përgjigja që do të marrim nga Krishti i kryqëzuar është: për ty dhe nga ti, o njeri shumë i dashur për mua. Kështu pra të dashur të krishterë ortodoks. Me këto mendime le të vendosemi përpara Krishtit të kryqëzuar, i cili në të premten e madhe qëndron përpara nesh në mes të kishës, i kryqëzuar për ne dhe nga ne. Si një shprehje e dashurisë së përmbyllshme të Perëndis Atë, Birit dhe Shpirtit Shenjtë për racën njerëzore, por që edhe Perëndia në Krishtin me anë të Shpirtit Shenjtë kërkon dashurinë tonë për atë. Prandaj le të prekemi nga kjo dashuri e Perëndis Atë me anë të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, e treguar në Krishtin e kryqëzuar, që edhe neve të kryqëzojmë mëkatet tona, pasionet tona, të gjithë ato që na ndajnë nga Perëndia, për të bashkuar me Krishtin e kryqëzuar, të premten e madhe, por edhe të gjallë në të dielën e Pashkës. Amin.